Si të zhdukni rrudhat e fytyrës vetëm me sodë buke, ja receta. Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Ka produkte të ndryshme në treg që luftojnë pamjen e puçrave të fytyrës, pikave të errta dhe rradhëve të errët të syve dhe rrudhave, por shumica prej tyre janë të shtrenjta dhe humbin efektivitetin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Ky antiinflamator i fuqishëm, antioksidues dhe një agent antibiotik ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Ju duhet uthull molle, sodë buke, gjysma e gotës ujë dhe gjysma e limonit. Dhe sigurisht mjalt. Merrni ujin, shtrydheni limonin dhe vendoseni të gjithë përbërësit. Përzijeni mirë derisa të merrni një përzierje homogjene. Aplikoni në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë brenda natës. Përsëriteni procedurën çdo natë para se të shkoni në gjumë për një muaj.